të aftësive, por dhe intelektual, ekspert, specialist, demokrat, të përkushtuar. Kështu që unë kam falënderim shumë për zemërt dhe mirënjohje për startin tuaj. Ky është një ligj elektoral në llojin e tij ndoshta unik. I diktuar tërësisht nga përpjekjet e Edi Ramës për ta zgjesuar partitë e vogla, për të injoruar vullnetin e zgjedhësve në një mënyrë ose një tjetër, por mendoj se me listën e paraqitur ne kemi krijuar një epërsi të madhe. Epërsi të gjithashme. Duke theksuar këtë, tani dëshoj të ndalem në disa probleme që ne duhet të adresojmë në kushtet e kësaj fushate. Në kushtet e kësaj fushate, ne do përcaktojmë mjetin kryesor për të fituar mendjen dhe zemër e qytetarëve të Tiranës me programin që kemi. Dhe ju garantoj se ky program është absolutisht 100% i realizueshëm, madje duhet të them ju këtu, në disa çështje të revolucionit fiskal janë mbajtur edhe në rezervë për një etapë pas instalimit të paketës parë. Pra ne i kemi 100% realizueshme premtimet tona. Dhe këto janë premtime që bëjnë ndryshim shumë të madh. Nuk është vetëm paketa e dhimbshurisë e cila i nxjerr shqiptarët nga spektri i varfrisë ekstreme. Ka dy lloj varfrisë, ka varfri ekstreme dhe varfri. Varfria si e tillë e vlerësuar sipas vendit, sipas treguesve të vendit, nuk zhduket, nuk është e zhdukur kudo. Edhe në vendet me të pasura ajo ekziston. Varfria ekstreme nuk ekziston. Nuk ekziston sepse çdo vend demokratik shpërndan në mënyrë të tillë që ajo të mos ekzistojë. Tu them unë ju, ne në vitin 2013 e afruam në 15.000 familje dhe ato do dilin jashtë saj sa po i regjistruam dhe i digitalizuam. Do t'u jepnim shumën që meritojnë dhe të mos ishin varfri ekstreme. Sot ai numër atër ka qenë 1.03%, sot janë rreth 4%, është 3-4 fishuve. Nuk janë pak, janë shumë. Plus që pensionistët që s'kan ndihma të tjera,
për shkak të mbetjes pensioneve në shifra, imagjinoni ju, Marizi pensionin 2013 e kishte me të ullë se ne, sot e ka 3 fishin tonë, po thuj 3 fishin tonë. E ka 450 euro, e kishte 138 euro, pension mesatar. Por, përveç këtyre kësaj pakete, janë rrogat minimale që vendosën 500 euro, rroga mesatare 1200 euro, dhe ulja e tatimit mitardhurat në 10 është dhe kjo një rritje reale e rrogës për të gjithë rrogtarët. Programi ynë për biznesin është programi më i mirë që kemi paraqitur ndonjëherë para shqiptarëve. Tirana është shumë interesant. Në 30 vite mund të jetë qyteti i vetëm që nuk krijoi dot një pol industrial. Diku në distancë, jo brenda, nuk krijoi dot. E ndoqi një fatkeqësi këtë qytet. Në filozofinë e tyre, Edi Rama dhe socialistët që e qeverisën më shumti kur ishte koha për investime, kishin një qëndrim jo miqësor ndaj investimeve të huaja. Në qoftë se vendet tjera ndërtuan rreth kryeqyteteve zona të lira dhe i shtruan ato në pole të fuqishme të Tirana, më shumë ka kamza se Tirana. Investime të huaja ose investime në industri ka më shumë kamza se Tirana. Po, atje ka disa gjëra serioze fare. Ju sapo dëgjuat kryetarin e Partisë Demokratike duke folur me